Përshëndetje miq, sot me 18 shtator 2025 vi para jush me një projekt propozim tjetër të guximshëm dhe të realizueshëm. Normalisht të realizueshëm pasi të arrijë të zgjidhem në kuvendin e Ferizaj, njëherë po filloj me kuvend të Ferizaj, ku që në mbledhjet e para të kuvendit të Ferizaj do të marr iniciativën për me ndalu në Ferizaj burkën apo mbulimin e fytyrës. Kjo bazuar në sigurinë publike, cenimin e sigurisë publike dhe jetës së qytetarëve të Ferizaj. Unë kam kërkuar edhe më herë në nivel qendror që për shkak të sigurisë publike që të ndërmirët një veprim i tillë, ende nuk është ndërmarrë, prandaj unë do të filloj me Ferizaj e pastaj shohim në nivel të Kosovës. Bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës, Neni 38, paragrafi 4, si dhe në Konventin Evropiane për të drejtat e njerëzit, Neni 9, paragrafi 2, ne kemi të drejtë për shkak të sigurisë publike që të bëjmë një kufizim të tillë. Dhe një kufizim i tillë është tejet i domosdoshëm. Nuk ka besoj njëri që nuk i ka penguar, nuk i pengon një dukuri e tillë, që është tejet e rrezikshme, se ne nuk i dim kush fshihet aty propa atyre, unë i kam thujt fantazma të zeza, po këta të ritja kanë gjitë një emër më të mirë që i thojnë ninja, edhe tash jam të përdor emrin ninja, tash nuk dim a është në një person, apo është sleeping agent, apo çfarë është aty, apo çka ndodh me ata. Pasi kërkon botë nuk lejohet mos identifikimi, mbulimi plot i fytyrës, po flas në vende demokratike. Atë kuptohemi në shumë vende të BE-s, edhe në Zvicër veç kjo ka fillu me u ndalu. Për shkak se është absurd, fytyra me u mbulu, qysh me të identifiku njerëz. Prandaj, në emër të sigurisë publike, sigurisë së qytetarëve tonë, sigurisë së fëmijëve tonë, unë do të kërkoj ndalimin në Ferizaj të mbulimit të fytyrës, përkatësisht ndalimit të burkës. Është e nënkuptueshme që kjo ka të bëjë ekskluzivisht tash ka bazë ligjore, absolute, në Kushtetutën e Republikës Kosovës edhe në Konventin Evropian për të drejtat e njerëzit. Edhe është e nënkuptueshme që kjo çështje, besoj për shumë, kjo nuk i dedikohet absolutisht, nuk ka të bëj absolutisht asgjë me një fe ose me besimtarët e fesë islame. Pasi kanë më mundu këta radikalë ose tjerë kanë më mundu me e keq përdorur, me na sulmu kishte i kundër fesë, absolutisht. Mas pari, unë kam lexuar shumë e kanë problem më ndo për para në debate këta njerëz, ose kush dhe tjetër. Nuk ka lidhje burka me islam. As me Koranin e madhreshëm të luj për i veni, as me Muhamedit alayhis salam. Nuk kanë lidhje burka kjo punë. Po në fejnë kërkosh nuk ju ndalë, edhe nëse dikush tenton me ju pengu në ushtrimin e fesë, predikimin e fesë brenda tempujve fetar, unë kam me luftu me juve, kam ju mbrojt me në kuptimin e luftës demokratike edhe politike. Ashtu siç i kam mbrojt, e din, sidomos xhamati i xhamisë të madhe, e din për çfarë po flas. Prandaj, kjo ka të bëjë pra, edhe njerë, me çështje të sigurisë publike, sigurisë së jetës së qytetarëve. Pra nga sot, filloj me projektin për një Ferizaj edhe pa ninja. Tërsa projekti kryesor do të jetë sigurisht një Ferizaj pa Orashevac, i cili do të realizohet pra me mbështetjen tuaj. Të gjitha këto nuk do të mund të realizohen nëse nëse nuk kam fuqi politike që t'jemi përfaqësuar, me ju përfaqësoj juve, nuk kam qysh me realizu. Po momenti që futem në kuvend, në të armën synoj edhe kuvendin qendror, pasi ka çështje edhe projekte edhe tjera që shtym nga niveli qendror, atëherë do të arrijmë të shtym para. Ju dini që unë kam qenë më marrë dhe jam marrë zakonisht me projektet maja të guximshme dhe i kam realizu, edhe këto dyja hynë në kodët të këtij kapitullit të projekteve të cilat do të realizohen me mbështetjen tuaj dhe mja po hajrin e qytetarët e Ferizajt, edhe shpresoj, besoj që shumë shpejt një vendim i tij, një veprim i tij do të mirret edhe në nivel të Kosovës.
pasi thjesht është në pyetje interesi i sigurisë publike, i sigurisë së qytetarëve tonë. Për asnjë çmim nuk ban nga me cenu sigurinë e qytetarëve tonë dhe jetën e qytetarëve tonë, e as më pak edhe fëmijëve tonë. Faleminderit.